Imam Dhahabiu, pa asnjë dyshim, është njëri ndër dietarët më të mëdhenj që kanë pasur muslimanët ndonjëherë. Pra, i përket asaj kategorisë së lartë të dietarëve që ka gëzuar nam dhe gëzon respekt edhe sot edhe kësaj dite. Imam Dhahabiu është i njohur më shumë në fushën e hadithit dhe në fushën e historisë islame. Ka lindur në vitin 673 sipas hijretit ose në vitin 1274 sipas viteve tona. Ka filluar me kërkimin e dijes qysh në moshë të re dhe si ri është dalluar në mesin e nxënësve për zgjuarsinë e madhe dhe për përkushtimin që ka pasur për dijen. Njëri ndër mësuesit e tij më të njohur ka qenë imami i madh, imami Ibn Taymije. Po kështu ka mësuar edhe nga Ibn Daqiq el-Aidi, që po kështu ka qenë dietar i madh, si dhe nga Bedruddin Ibn Xhamaa, që thjesht i përmendën vetëm si emra, ndryshe ka dhe shumë të tjerë që ai ka mësuar prej tyre, madje janë jo në dyshifror, por janë 3 ose edhe më shumë shifror. Pra ka marrë mësim nga një numër të jetë i madh i dietarëve. Imami ynë, Imam Dhahabiu, ka qenë ligjërues, khatib, ka qenë në një xhami, ndërsa ka qenë edhe me termat ton drejtor ose udhëheqës i njërës prej shkollave më të njohura të hadithit në Damas, shkollës Turbet Ummu Saleh. Pra, ka qenë udhëheqës i kësaj shkolle për një kohë goxha të gjatë. Imam Dhahabiu është autor i një veprash, të cilat edhe sot e kësaj dite vazhdojnë që t'jenë referenca të rëndësishme në fushat e hadithit dhe në fushën e historisë. Është autor i veprës kapitale, Tarikhul Islam ose Historia e Islamit, pastaj i veprës Siyer A'lamin Nubala, pastaj i veprës El-Ibar fi Khabari Man Gabar, pastaj i veprës Mizan el-I'tidal fi Naqdi ar-Rijal, si dhe shumë veprave të tjera që janë vërtet njësie të veçantë. Imam Dhahabiu ka qenë nxënës i një numri të madh të hoxhallarëve të njohur. E po kështu ka qenë edhe mësues i një numri të madh të hoxhallarëve. Ka qenë mësues i imamit të njohur, i tefsirologut, imamit Ibn Kathirit. E po kështu edhe i imamit tjetër, Imam Subkit. Imami Ibn Kathiri e ka përshkruar si historiani i Islamit dhe si hoxha i hadithologëve. Pra e ka ngritur deri në atë shkallë, saqë e ka llogaritur si një historian, si një emër, si një referencë të jashtëzakonshme në fushën e historisë islamit dhe po kështu si një emër dhe referencë e padiskutueshme në fushën e hadithit dhe shkencave të tij.